Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Kam 17 vite që marr një nga kënaqësitë më të mëdha profesionale dhe njerëzore, teksa dal para jush për t'ju uruar nisjen e vitit të ri shkollor në Institutin Kulinar Neranzi. Të gjitha bizneset në Neranzi janë një frut i një pune të madhe dhe një përkushtimi për të qenë gjithnjë në perfekcion. Të gjitha na japin shumë kënaqësi, por shkolla ka një magji tjetër. Sepse puna me trinj është e pakrahasueshme me çdo gjë që ne bëjmë në përditshmërinë tonë. Në 17 vite ne kemi ndërmuar me mira të rinj. I kemi njohur gjithë nga ava. Kemi mësuar historitë e tyre, pasionin, ëndrat, frikët, dilemat e tyre. Secili ka një rrugtim individual. Dikush ka ecur shumë profesion, dikush tjetër ka preferuar të jetë mesatar. Në fakt, si një ideator i kësaj shkolle, mund t'ju them se Instituti Kulinar Neranzi nuk është konceptuar si një vend ku merr disa njohuri bazike dhe të tjerat i mëson më vonë. Sepse e dëgjoj shpesh këtë teori. Jo. Ne kemi krijuar një shkollë që i mëson studentit çdo gjë mbi profesionin, mbi njohurinë bazike deri tek ato më profesionale. Ne nxjerrim nga bankat e shkollës Masterchef në të gjitha dimensionet. Kjo është një shkollë për të diplomuar hyjen kulinari, sepse ju tash është konceptuar si e tillë që nga infrastruktura që nuk e gjeni në asnjë shkollë tjetër kulinarie në Shqipëri, madje edhe në rajon, e deri tek programe mësimor, stafi akademik i jashtëzakonshëm, mënyra se si punohet, disiplina dhe gjithçka tjetër që i duhet një njeriu për të qenë veç se i shkëlqyer. Të vish tek Instituti Kulinar Neranzi dhe të mësosh pak është njësoj si kur të shkosh për darkë dhe të gjesh gjitha ushqimet në një restoran, nga më të shijshmet, nga më të shumëllojshmet dhe të kërkosh një kafe u pirë. Të mos shfrytëzosh gjithë të makineri ndihesh. Ne ju kemi vënë në dispozicion ju. Mund të jetë një nga gabimet më të mëdha për të cilin do të pendoheni më vonë. Nesër, në kuzhinat e restoranteve, ju do të testoni për njohurinë tuaja. Secili nga ju do të punojë patjetër. Por ama dikush do të jetë ndihmës kuzhinier, dikush kuzhinier dhe dikush tjetër shef kuzhine. Dhe padyshim që do të mërzitesh kur të shikosh super rrogën e shefit kuzhinës, disa herë më të lartë se e jota. Sepse një gjatë shkollës nuk mësove si ky, që u bë shef, po harxove kohën për kafene dhe në rrjetet sociale. Kujdes, është koha për të mësuar shumë, për të investuar për atë vendin më të mirë e më të super paguar. Por krahas shpërmblimit të mirë financiar, një specialist kulinarie është një individ shumë i respektuar në shoqëri. Madje një shef kuzhine është një personazh VIP, njësoj si një këngëtar, aktor apo piktor, sepse edhe ai bën art në pjallat e tij. Shkolla jon ka diplomuar shumë tillë, kuzhinier të talentuar që janë bërë edhe të famshëm. Sot ne jetojmë në një kohë jo aq të favorshme për të edukuar të rinjt. Dhe vlerat njerëzore nuk janë aty ku duhen. Sot ka një bindje se duhet të jesh i fortë për të respektuar. Duhet të jesh arrogant për të respektuar. Ose ai që ka bërë para me drogë e punë të tjera të pista, s'ka problem se është ignorant. Por ky është thjesht
Një moment që orientimi social që do të kaloj shumë shpejt. I forti, i respektuari, i famshëm, i pasuri, është ai që tregon zotësinë dhe talent në profesionin e tij. Dhe që punon çdo ditë për t'u bërë edhe më i zot. Ata jeni ju. Shefat që do të kenë dëshirë t'ju njohin dhe t'ju takojnë nga afër të gjithë ata që do të provojnë ushqimet tuaja. Ju keni në dorë një nga kënaqësitë më të mëdha të jetës, ushqimin. Prandaj të gjithë do ju admirojnë dhe respektojnë. Po çfarë do të bësh nëse sheh që nuk je aty ku duhet? Pra, po përpiqesh dhe nuk i bëj adel. Kjo është më se normale. Por pa diskutim që nuk duhet dorëzohesh. Sepse ti e që në fillim se rrugtimi drejt këtij profesioni ka të rëndësishëm. Nuk është një shënditje. Është një rrugtim i vështirë dhe sfidues. A e keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë është një individ i suksesshëm? Mos mendoni se ai ka cilësi sipërore të ndryshme nga ju. Një individ i suksesshëm është një person i cili ka dështuar disa herë, por në ndryshim nga humbësit, ai ka provuar përsëri dhe përsëri, derisa ka arritur qëllimin e tij. Kjo të bën ty të suksesshëm. Duhet të ngrihesh dhe të provosh përsëri dhe pa diskutim që doja të arsh, sepse nuk ka sakrificë që të mosh problem. Ju jeni sot pjesë e familjes madhe në Ranzi, e cila në historinë e saj 35 vjeçare në biznes ka njohur shumë sfida, shumë vështirësi, nga më të paimagjinueshme. Por ama ka ditur t'ia dalë me sukses për të qenë në një vend deri në drejt, gjithnjë në ngritje, gjithnjë në shkëllim e gjithnjë me shkëlqimin e fituesit. Në vite ka patur shumë përpjekje për ta zbehur këtë shkëlqim. Nga bota e biznesit, politikës, apo elementë të tjerë social, por kanë dështuar vazhdimisht. Ja përpjekur të na sabotojnë, të na kopjojnë, të krijojnë konfuzion tregë, kanë gabuar gjithmonë. Sepse ata nuk kanë kuptuar diçka shumë thelbësore, që suksesi nuk është garë për të marrë atë që ka tjetri. Suksesi është formullë. Ne dim formulën e suksesit, e cila kurse si nuk ndërtohet duke shkelur mbi të tjerë. Nuk ndërtohet as duke kopjuar. Se çfarë do bësh? Do të kopjosh logon time, ngjyra, ambalazhe, mënyrën se si shes. Por mua nuk më kopjon vëllai. Unë jam brenda. Unë jam energjia, vizioni. Unë jam fuqia e marrës. Gjithnjë shumë origjinale. Gjithnjë në kërkim të risive dhe me energji e ide që nuk shterojnë këtu. Dhe të gjitha këto vlera që mbarë të brenda, ne kemi fatin e madh që t'ju përcjellim ju, duke kontribuar kështu jo vetëm për të ndërtuar specialistët e nesër kulinarisë, por edhe për të edukuar individ më të mirë për shoqëri. Vlerat e vërteta njerëzore dhe dijen profesionale janë ato që do ju bëjnë ju nesër të jeni pjesa më e mirë e shoqërisë, të jeni krenaria e familjes dhe punës tuaj. Unë kam shumë besim tek përkushtimi juaj për t'i përqafuar këto vlera dhe tek stafi i shkëlqyer i shkollës tonë, që si gjithmonë do të bëjë më të mirën për secilin prej ju. Ju falenderoj dhe suksesit.